Tani si pas gjitha gjasave me datë 15 mars në Shqipëri mbyllet TikToku në territorin e Shqipërisë për 12 muaj rresht. Tani kështu po thonë, kështu po lexojmë dhe kështu po ashtu. E di si është mohabetit, e kam rimenduar. M'vjen shumë mirë që do mbyllet. Jashtëzakonisht mirë. Aq mirë ja bën sa s'ka. Na e mbylli gojën gjithëve. Gjithëve se nuk meritojmë as me fol, as me mendu, as me bë reklama, as me këndu, as me nuk meritojmë ne. Kështu që të na e mbylli gojën, bile unë i bëj thirrje qeverisë shqiptare që të na e mbylli edhe Instagramin, edhe Facebookun, edhe çat tjetër. Hiç fare, na heqi fare gjitha. Dhe jam me të vërtet shumë i lumtur. Tani un kam vetëm një kështu për ju, një thirrje. Ju lutem, kur të mbyllet TikToku, mos u mërzisni dhe mos u çoni me bërtit pse na e mbylli, pse s'na e mbylli. Se po bën gjën më të bukur. Dakord? Hajde, inshallah, ja ribi. Hec. Ik me gjithë TikTok. Ik.